Përshëndetje të gjithëve. Sot do të prezantoj shpërndarjen e energjisë elektrike nga prodhimi deri te konsumatori. Figura paraqet mënyrën se si energjia elektrike transmetohet dhe shpërndahet në nivele të ndryshme të tensionit. Në fillim kemi prodhimin e energjisë nga hidrocentralet, panelet diellore ose centralet të tjera. Energjia e prodhuar transmetohet në distanca të gjata me tension shumë të lartë, zakonisht 220 deri në 380 kV. Kjo bëhet për të zvogëluar humbjet e energjisë gjatë transportit. Më pas energjia kalon në stacione, ku tensioni ulet në 110 kV për furnizimin e qyteteve dhe industrive të mëdha. Në fazën tjetër tensioni ulet nga 0,4 deri në 30 kV dhe energjia shpërndahet te shtëpitë, bizneset dhe institucionet publike. Në pjesën e poshtme të figurës paraqiten 3 lloje të rrjeteve të shpërndarjes. Rrjeti rrethor, i cili ofron siguri më të lartë sepse furnizimi vazhdon edhe në rast defekti. Rrjeti rrezor, që është më i thjeshtë dhe ekonomik, por ndërprerja e një linje ndalon furnizimin. Rrjeti i ndërlidhur, që përdoret në qytete të mëdha për stabilitet dhe siguri maksimale. Si përfundim, sistemi i shpërndarjes së energjisë elektrike siguron që energjia të transportohet në mënyrë efikase dhe të sigurt nga prodhimi deri te konsumatori final.